Tashmë e din të gjithë që Rozana Radi dhe Neda Balluku nuk i kanë raporte të aq të mira, madje të dyja shkojnë në përplasje që gati kthehet në personale. Por le të kthehemi vite më pas, kur Rozana ishte shprehur ashpër për Nedën kur ajo ka qenë banore e shtëpisë më të famshme aso kohe. Në rrjetet sociale po qarkullojnë komentet e saj, kundërto janë veçuar vetëm dy, që krijuan zhurmë të madhe. Mbajni këtë Nedën larg nga rrugët kryesore kur të dalë se do ta shtyp me makinë. Ma acaroj. Ishte një nga statuset. Statusi tjetër ishte: "Më shpjegoni pak, kjo kuqja intelektuale e Ogrenit, do me thënë çifti tregu çam, ka kish kuptuar kur Arbana i ka thënë të shkosh të shpërblesh ti djali, nga që vdiq për Ogrenin. I shkoi mendja për keq kësaj, apo jam e gabuar unë?" Ishte statusi tjetër i Rozana Radit. Nga ana tjetër, Neda shprehur tek një spektakël se nuk ka asgjë personale me Rozana Radin, se si do të shkojë raporti mes tyre, na mbetet vetëm të presim. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.